Me datën 22 shkurt 2026 në New York u mbajt një akademi përkujtimore kushtuar jetës dhe veprimtarisë së Dr. Atanas Gegaj. Aktiviteti organizuan nga Fondi Humanitar Trieshi në New York me qëllim ndërimin e kontributit të jashtëzakonshëm të Dr. Gegaj në fushën e shkencës, gazetarisë, fesë dhe kulturës shqiptare. Akademia përkujtimore u mbajt në ambientet e sallës së restorantit Tesoro d'Italia, ku morën pjesë personalitetet të njohura të botës akademike, kulturore dhe shoqërore shqiptare në diasporë. Pamjet televizive nga ky aktivitet janë siguruar nga Pjetër Lucaj, antar i shoqatës Malësia e Madhe në New York. Me kumtesa dhe referime shkencore, folës të shumë sodën në vëmendje figurën dhe trashëgimin intelektuale të Dr. Gegaj, duke cilësuar atë si një nga personalitetet më të rëndësishme të botës shqiptare. Të nderuar musafir, zonja zotëri, pjesëmarrës të kësaj akademie përkujtimore, të cilën ja kemi kushtuar të mallit Dr. Atanas Gegaj, një birit të Trieshit e gjithë Malësisë së Shqiptarisë. S'pari t'ju falenderoj përzemërsisht se keni ardhur, se së bashku të t'i kalojmë një orë apo 2 orë në varet, edhe të kujtojmë këta bidona të letrës, të fjalës e të afetarizmit që kanë treguar gjithmonë. Kështu që unë ju falenderoj që keni marrë edhe këtë mundim me ardhur, por ju falenderoj edhe kam dëshirë se t'ju njoftoj me panelin tonë sot të nderuar, të cilët jo vetëm se janë gatshëm e janë aftë, e gjithë po thoj se gjithë këta janë me titull shkencor, por për mos marrë kohë, unë do t'i paraqies vetëm me emër. Se këta gjithë, dikush është doktor, dikush profesor, dikush gazetar, i ka heshim, dikush publicist, do më tha gjithë këta që janë prezent këtu, dhe i falenderoj shumë, dhe i përshëndes edhe lutem t'i përshëndet një lëjimin doktor Trofiti. Ka marrë rrugë të marrë. Pa hub kohës as pak, para ju të ftoj kryetarin e fondit të Trieshit, humanitar të Trieshit, zotin Gjokaj, i cili do të hapi këtë dubim dhe do t'ju jap fjalën më vonë zgjidhje. Faleminderit shumë për vëmendje. Jemi mbledhur këtu sot në këtë akademi përkujtimore për t'i bërë homazh me krenari Dr. Atanas Gegaj, një nga figurat më ikonike të kulturës dhe nacionalizmit shqiptar të shekullit 20. Historia e kombit tonë është një zinxhir i pandërprer i betejave më të përgjithshme kundër kushtuesve, armiqve që vinin nga toka e detit, që me mizoritë e tyre, më të egra nuk arritën ta zhdukin nga paqja e dheut racën tonë të fuqishme pellazgo-biblike. Dhe megjithatë, barbarët slavo-greko-turq dhe së fundmi sistemi komunist shtypën çdo mundësi të zhvillimit kulturor në Shqipëri. Jeta intelektualëve shqiptarëve lulëzoi gjatë gjithë epokës historike, sepse liria e tyre u transmetua me besnikëri, bes pas brezi në përmendje shqiptare, nga ku u ruajt ngjelet dhe gjaku i pastër i shqiptarëve. Këtu, midis këtyre elitave të kombit, ishte Dr. Atanas Gegaj, biri i fisit të Trieshit të Malësisë Madhe, i cili përveç erudicionit të tij teofilozofik, do të bëhej edhe një bishtar i historiografisë sa herojt tonë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Të nderuar zonja dhe zotëri, Fondi Humanitar Trieshi ka vendosur të organizonte një shërbim përkujtimor kushtuar jetës së veprës së Dr. Atanas Gegaj, sepse si bij të kësaj krahine të vogël shqiptare e konsiderojmë të detyrueshme t'i bëjmë homazh birit tonë të madh, i cili është heshtur qëllimisht madje edhe në demokraci, nga zyrtarët dhe akademitë e shteteve shqiptare. Është heshtur gjithë spektri i aktivitetit të tij kombëtar, politik dhe fetar, por mbi të gjitha u la në heshtje puna e tij shkencore, mbrojtja e tezës doktoraturës mbi historinë e Skënderbeut në Universitetin e Leuvenit të Belgjikës në vitin 1937, e cila, sipas shumë studiosëve, e bën atë historianin më të shquar të Skënderbeut në kohët moderne. Prandaj, kjo akademi përkujtimore për jetën dhe veprën e Dr. Atanas Gegaj, besojmë se do të thyej heshtjen e periudhës së errët të sistemit komunist, i cili mohoi bitë më të mirë të kombit, të cilët u detyruan të braktisin atë dheun e tyre, por pa harruar atë kohë. Vendin e të parëve të tyre, vendin u lindën dhe u burnuan. Sistemi komunist nuk u mjaftua vetëm me
për ndjekjen e tyre, po vandaloj edhe ekzistencën e tyre, duke i shtyrë ata drejt harresës nga memoria kombëtare, si Mithat Frashtin, Mustafa Krujen, Ernest Kodisin, Martin Camaj, Arshi Pipën e të tjerë. Jam i bindur se Dr. Atanas Gegaj, së fundi, si figurë emblematike e kulturës së adhetarizmit shqiptar, meriton jo vetëm njohje dhe respekt të veçantë nga autoritetet shqiptare, por edhe kërkime të thella nga studiosët dhe historianët shqiptarë. Nga rrjetet e mëdha të Dr. Atanas Gegaj dhe veprave të tij letrare në fusha të ndryshme të dijes teologjisë, publicistike, politike dhe kulturore, dëshirojmë t'ju kujtojmë se emri i tij sot lidhet kryesisht me studimin monumental mbi historinë e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Një prej veprave një vepër e konsideruar nga shumë studiues si gur themeli i albanologjisë dhe historiografisë mesetare të Shqipërisë. Rezistenca e gjatë dhe heroike e shqiptarëve në nullheqjen e Skënderbeut është lidhur përgjithsisht me historinë e tyre, por edhe me historinë e Evropës së kërcënuar nga pushtimi osman. Ngjarjet e mëdha të kësaj lufte tragjike janë rrëfuar her pas here nga kronikanët, veçanërisht ata shqiptarë për të forcuar guximin e bashkëbendasve të tyre dhe të përkujtuar lavdinë e pararzëve të tyre. Deri më tani, asnjë autor shqiptar nuk ka ndërmarrë një rrethim kritik të këtyre ngjarjeve nga një perspektivë shqiptare, se qëllimi i dukshëm apologjetik që zvoglon vlerën e tyre historike. Studimi i ri i Dr. Atanas Gegaj do të ndryshoj karrierën ushtarake të Skënderbeut dhe do të vendos ngjarjet shqiptare brenda kontekstit të historisë evropiane. Të nderuar të pranishëm, duke ju falënderuar ju të gjithëve në pjesëmarrjen tuaj, folësit të nderuar, të cilët do të flasin për jetën dhe veprën e Dr. Atanas Gegaj, si dhe ekipin përgatitor të Fondit Humanitar Trieshi, i cili me krenari këtë tubim e organizoi këtë tubim përkujtimor. E shpalli këtë tubim të hapur këtë akademi kushtuar Atanas Gegaj. Sfari duhet falenderoj dy panelistë të gjithë, por dy panelistë cilët kanë marrë këtë e kanë marrë prej detyrimit me kësaj bashkët me ne, ata janë dy profesora Zef Përgega dhe Lula Shpalushaj. Lutem t'i përshëndesim se kanë qenë. Lejken pak edhe Rafael Flosi, gazetar i dalluar i komitetit, ka shpreh dëshirën me kenë, po ashtu edhe Frank Shkreli, por nuk kanë mojë për kushtet e tyre të shmbaret prej sej. Kështu që kemi kënaqësi, nuk kemi lënë se shkurtimisht kontesat e tyre t'i lexojnë Elena Ljubonja Ujkaj dhe Driton Sinishtaj, vetëm shkurtimisht ka me lexuar, vetëm sa me rëndësi se ata kanë pjesë të kësaj panelit. Faleminderit. Do të fillojmë pra me si shtijak, edhe si njëri ideator i këtij tubimi, një ndër ideatorët Lula Shpalusha, e ftojmë në scenë profesor Lula Shpalusha. Faleminderit. Nga perioda e ilirizmit, pastaj arbëri dhe emën më i kompletuar për cilën flitet për disa shekuj sot, Shqipni asnjëherë, sidomos autorët dhe historianët e shteteve europiane dhe më vonë edhe studiues të Amerikës, po edhe ata të Stambollës në vazhdimsi deri më sot, nuk kanë dalë pa u marrë me emrin dhe historinë e Gjergj Kastriotit Skënderbej. Disa historianë e filozofi evropian pohues e në vërtet disa edhe servila dhe anti-shqiptar mohues dhe të pavërtetën. Ma vonë, sidomos në shekullin e 18, shekullin e 19, si pas mundësisë, aftësisë, ditunisë, adhetarizmit si letrar, si vetë historian shqiptar, u morën me këtë temë të shekullet për Gjergj Kastriotin Skënderbej. Studime herë sakta mbi këtë historinë, herë me konfuzione, marë për bazë domethëniet e shkrimit dhe kohën e autorëve të parë, kushtu edhe përkujtue herojnë kombëtar shqiptar Gjergj Kastriotin. Bazu më shumë në historinë e Marin Barletit, meshtar katolik i Shkodrës, kohanik i Gjergjit, ma vonë Skënderbej, të e përshkruaj historinë familjare të Kastriotëve, bamet e tyne, dhunimet e pushtimet nga slavët, mbi arbëri dhe pushtimi tyne me masat pa përshkrume të masakrimeve të kulturës iliradnore të kristianizmit katolik që kishin shqiptarët, dhe mbi pushtimin të ritit ortodoks nga periudha bizantine që kishat arbënore i kthyen në ritin ortodoks të kësaj perandorie. Krahas kësaj, pastaj mbi zotënimit të mbretërisë të Napoli dhe Venecias, kjo nuk ndal me këta.
studime hoqësishme që mungojnë se në këtë lirim hapar se këta lunues dhe gotët, hunët, mongolet e romakët, grekët me helenizimin e tyne dhe me ju thanë deri të shkatrimi i qamërisë. Unë di shka nuk po vazhdoj me lexue, por te për flasë çka kom shkruar. Ndër këta studiues, unë me thonë eminent, një njeri që janë përmajt për tektas, filozofëve e tjerë, ata që kanë shkruar për Gjergj Kastrioti Skënderbej, në mënyrën ma të vërtet studioze e ka dhënë në veprën e tij Arbëria dhe Gjergj Kastrioti Skënderbej. Unë mundem me thënë një pavdekshmi doktor profesor Atanas Gegaj. Ai ka shkruar për princat shqiptar, për njerëzit që ishin atëherë edhe feudal, edhe njerëz mbi zotnues të krahinave, ndasinave, ka shkruar edhe mbi familjet e njoftuna shqiptare, si Muzakat, Arjanitët, vetë Kastriotët, dhe mundem me thënë në fund të fundit, gjitha i ka marrë ato elemente dhe i ka detajue. Po çka është interesant këtu për gjithë neve? Doktor profesor Atanas Gegaj, i zgjuar, i aftë, me gjuhë të ndryshme, pat fatin e madh. Dhe duket se kur e ka lexuar prej nolit historinë që ka shkruar për Skënderbejn, ky e ka marrë jo se në ndikesën, por ja duk se duhet me shkruar për këtë Gjergj Kastrioti Skënderbej, që i bashkon shqiptarët, është një flamor, një shpirt, një zemër, një trull të etnisë të Arbërisë së përbashkët të etnosit shqiptar. Ky birë Trieshi. Nuk ka i mallaj Triesh, me një 150 shtëpi, 200 shtëpi maksimum, me një 1500 banor pa u shpërngull, lindën bijt shkolltar, si vetë Atanasi, si vllaznit Ivanaj që njihen në historinë shqiptare, pastaj ai gjon gjeke kështu. Por Trieshi, të përfunduar se më kaloi koha, është edhe një gjë interesante. Se Trieshi vërtet njihet në histori për shumë kulminante. Me 1907 është sulmi që bajnë trieshanët për ta eliminuar Nizamin mbi urën e Lejmajs. Trieshi është ai që siguron atë mbajtjen e forumit e memorandumit në Greqë. Trieshi është para kësaj në 1856, kur kanë shkatruar Malazestaj, Danilo e tjerë, ajo pohara kuqa që kanë thënë ata, zhdukjen e kuqit plaçkitet, janë shua dhe Trieshit. 56 trieshan në një marrësh desin në atë vjetë. Trieshi është ai që ajo Mile Markus Marqe, te mrizat e muqt, therë pashën, dhe ka mbet histori për cilin ka shkruar dhe Don Simon Filipaj. Ky Triesh gradualisht dhe me 55-ën kishte 15 njerëz intelektual shkrimtar. Dhe ky Atanas Gegaj, si njeri i kulturës, ishte edhe meshtar. Unë nuk e di se duhet me studiuar ran, unë këtu kam nxjerr se edhe çka ka shkruar, por nuk kem kohë. Ky burr, një shqiptar i vërtet, me sulmin dhe në 39 të së Italijës, revoltotën dhe vetin dhe i kundërshtonën kish, çka predikojnë ata pushtimin? Jo, por të përfundua kështu, unë ju nderoj, ju respektoj, dhe në fund me ju thanë se më ka bën njerë Zevdoda Gegaj, përbalqet e këtyne, dhe i kam shkruar, është interesant se malësorët e malësisë madhe i ruajnë brenda deri 25, besa dhe 28 mëna. Dhe desha me ju thënë këta, mundohet njerëz, e u kërkoj falje edhe 2 minuta që shkela këtë statistikën e shkela, është interesant, pse burrat e dheut i ikin Gjergj Kastriotit e nuk e thonë Gjergj Kastrioti Skënderbej. Gjergj ishte në shqiptarët për shqiptar, Skënderbej ishte nga titujt që i dhanë në pushtimin sultan. Dhe ajo tjetra, mos merren me emna se janë slavizuar këta emna Vojsava e gruaja e Gjonit. Jo, pa e kuptojmë në çka ka bën ortodoksia slave, i ka
slavizue emnat shqiptar, i ka slavizue toponimet, ashtu ka bën islamizimi 500 vjetëve tjera, u duhet të njetën në rime doktor profesor Atanas Gegaj, juve që keni organizue, gjithve sa jeni, edhe punë të marra dhe për tema tjera. Rallën e ka ambasadori Virgil Kude, i cili me temën Gegaj mbi Skënderbeun. Ky do të flasë, ka publikuar dhe librin më të fundit tina për Gjergj Kastriotin, kështu që i ka hije, edhe të tha prezenton vetë Virgil Kude, po kjo është edhe ambasador. Faleminderit. Sot unë kam kënaqësinë shumë veçantë që si autori më i fundit deri tani i biografisë së Skënderbeut të flas për autorin e parë për të përndriturin Atanas Gegaj. Në periudhën 85 vjeçare, që ndan dy veprat tona, të atij dhe time, kanë debutuar me sukses disa autorë të tjerë, të cilët kanë marrë përsipër të shkruajnë vepra të plota për heroin tonë kombëtar, si Fanoli, Kristof Rashej, Oliver Schmidt dhe Aurel Kasari. Secili prej tyre ka bërë interpretimet e veta, duke pasuruar ndjeshëm këndvështrimet dhe numrin e dokumentave të referencës. E veçanta e Gegajt është se ndryshe nga ne të tjerët, që kemi marrë si piknisje të varletit, ai është bazuar në veprën e hershme të anonimit nga Tivani. Të shkruar në frëngjisht disertacionin me titull L'Albanie et l'invasion turque du 15e siècle, Shqipëria dhe invazioni turk në shekullin e 15. Vlerësimet e para pozitive i erdhën Gegajt nga miku i tij i çmuar, i madhi Fanoli, i cili i tha se vepra e Athanasit në frëngjisht mbi Skënderbeun është më e mbaruara që kishte parë dritën e botimit gjë në vitin 1949, si nga forma, nga lënda dhe nga baza dokumentare. Po atë vit Noli ishte përfunduar veprën e vet mbi Skënderbeun. Po pyetja lind, përse këto figura komplekse, figura me të vërtet të poliedrike, të gjithanshme të historisë intelektuale të popullit shqiptar, janë interesuar posaçërisht për të shkruar për Skënderbeun. Përse? Përgjigjen për këtë pyetje e jep vetë Gegaj në një intervistë që ka pas dhënë dikur, ku thosh: interesimi im për historinë e Skënderbeut është një gjë tipikisht shqiptare. Ai është heroi i kombit tonë dhe një fytyrë ndërkombëtare që zotëron historinë e Evropës në shekullin e 15. Për më tepër, Skënderbeu është ai personalitet që ka nderuar dhe nderon në çdo kohë popullin shqiptar. Jeta dhe vepra e Skënderbeut janë të bazuar në bashkim të gjithë shqiptarëve. Si në kohrat e kaluara, ashtu dhe sot, jeta dhe veprat e Skënderbeut janë të bazuara mbi vëllazërimin e gjithë shqiptarëve, mbi lirinë e vendit nga i huaj, mbi të drejtat e barabarta të çdo qytetari, mbi respektin e çdo shqiptari të ndershëm dhe mbi ruajtjen e traditave tona, atë të besës, të bururisë, të mikpritjes dhe krenarisë. Disertacioni i Gegajt për Skënderbeun ja doli me sukses të shqyrtohet nga komisionet kompetente të historisë. Fjalët e shkruara dhe folura për veprën e tij janë tepër dashamirëse dhe inkurajuese. Studiuesi i njohur rumun Francis Pall e ngre lart veprën e Gegajt si një debutim të guximshëm me vlerë të madhe në shkencën e historisë. Ai bën edhe disa varritje konstruktive për çështjen e dorës së dytë, që nuk e cënojnë as pak madhështinë e veprës. Vlerësime tjera pasuan për veprën e Gegajt. Gjatë ceremonive të simpoziumit ndërkombëtar të organizuar në Kosovë, me rastin e 500 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut, kryetari i Akademisë së Shkencave, profesor Alex Buda, në kumtesin e tij për Skënderbeun, citoi vazhdimisht Barletin, Gegajin dhe detyrimisht Nolin. Me veprën e tij, doktor Gegaj demonstroi kështu një metodologji të panjohur më parë në qarqet e historianëve të Shqipërisë, të cilët ishin të diktuar nga metodologjia komuniste e uazuar nga Bashkimi Sovjetik. Sipas saj, ngjarjet e figurat historike trajtoheshin me kriterin e luftës së klasave, ku miqt në familja të proletariatit idealizoheshin, ndërsa ata shtyqyeturit armiq denigroheshin. Me këtë kriter shikoheshin edhe autorët fatkeqësisht. Këtë presion klasore ka ndjerë dhe Gegaj,
pas vitit 1945. Por tashmë, ai e kishte thënë fjalën e tij për Gjergj Kastriotin që në vitin 1937 dhe vepra e tij kishte vënë në siklet Akademikët e Shqipërisë. Një antikomunist që kishte realizuar një biografi objektive për Gjergj Kastriotin. Fatmirësisht, bashkë me veprën e Nolit, këto ishin të vetmet vepra që mbritën në festimet e 500 vjetorit të Skënderbeut. Ndaj me hir a me pa hir, u përmendën gjithësisht asaj kohe nga akademikët shqiptarë. Pastaj, fatkeqësisht, erdhi përsëri anashkalimi, sepse historiografia shqiptare vazhdoi ta trajtonte Skënderbeun të shkëputur nga Europa. Ja zhvlerësuan aleancët me fuqitë e mëdha të kohës, ja arsuan pritjet madhështore që i akorduan papët e Romës dhe ndihmat materiale që mori prej tyre. U godit në mënyrë të veçantë diplomacia e Gjergj Kastriotit, sepse ishte pikërisht ajo që i dha Skënderbeut famën ndërkombëtare dhe titullin Atleti i Krishtit. Unë do të thosha një gjë, që me vlerat veçanta është gnosologjike është analiza që Gega i bën familjeve arbrore dhe rolit të tyre në historinë e kohës. Domethënë para se të vijë tek Skënderbeu, ai bën një tablo shumë të gjerë të gjithë faktorëve dhe aktorëve kryesor të cilët gëlonin në Shqipërinë e fillimit të shekullit 15. Në dallim nga ndonjë biografi e Skënderbeut shkruar në periudhën e komunizmit, që ka anashkaluar disa dokumente që tregojnë lidhjet e ngushta me Perëndimin, Gega i përshkruan me realizëm procesin e aleancave që ndërtoi Skënderbeu me Europën. Ai i vë emrin që i takon vasalitetit nga mbretëria e Napolit nëpërmjet traktatit të Gaetës, marrëdhënieve kontroversiale me Venedikun, kontradiktave me Dukagjinët, statusit e vërtet të lidhjes së fortë shenjtë të Lezhës, momenteve kur Kastrioti ushtron pushtet absolut, tradhtive brenda fisit e tjerë e tjerë. Gegaj është i sinqert. I sinqert dhe i sigurt sepse bazohet në dokumente të cilat i sjell në trajtën e tyre autentike, pa fshehur ose pa modifikuar asnjë të dhënë në dispozicion. Unë nuk e kam njohur personalisht Gegaj, por në veprën time për Skënderbeun vrej se kam ndjekur të njëjtën metodologji për trajtimin e figurës Skënderbeut, në politikë dhe në diplomaci. Kjo më ka garantuar suksesin e librit që kohët e fundit u botua në anglisht të Akademia e Shkencave, ashtu siç i ka garantuar pavdekshmërinë veprës së Gegajt. Na bashkon pra metodologjia, ndaj ndihem i afërt dhe shumë solidar me këtë personalitet të shquar të diasporës. Faleminderit. Tash Tiranën e ka mësafirin nga Detroiti, Zef Pregegaj, cili në sajti unë është merditor, rastistar të lëmopar, gazetar, profesor dhe njëri shumë i njoftën në mediat tona. Faleminderit Zef që në merr pjesë dhe jemi ne sot. Mirësi gjetemi herë, kemi ardhur me dëshirë të madhe me fol për një nga lisat në rreth thella autoktone në dheun shqiptar. Dhe mendoj që 3 janë ato lisat më të mëdha të kulturës tonë, që kanë rrugjuar në 8 vitën, janë Arbëreshet, Malçote e Marksisë Madhe dhe Kosova. Tash unë do me fol shumë pak, shumë shkurt, që ndonjëri mos thotë që boll folë het lungoja. Mendoj 5 janë grupet e historianëve që në rrethin e tyre vicioz palivishëm përcaktojnë vendimjen e Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, rriton kombëtar nga Mati, Dibra, Hasi, Kastrati dhe Mirdita. Në këto të fundit i pari që bën pjesa është Athanas Gega, i cili ka doktoru siç tha me tezën për Gjergj Kastriotin. Noli botoi në Amerikë 1921 historinë e Skënderbeut. Ai shkruan, Mirditën dhe Hasin e kishte në sodim Gjergj Kastrioti, por Barleti e përmbledh me emrin e përgjithshëm, Amafja, duke shtuar se Amafja e Barletit ka qenë që nga kohët e tij e deri më sot që quhej kohët e vjetra Maqedonia Jugore ose Maqedonia. Musaka në 1510 pranon origjinën e huaj të disa familjeve arbrore, por nuk thot asgjë për familjen e Gjergj Kastriotit.
Noli shkruan se vepra Athanas Gegaj, e cila merret kryesisht me kryqëzatën e Skënderbeut, është ndoshta më e përkryer që ka parë ditën e gjerë sot, si nga forma, nga lënda dhe baza materiale. Profesor Zef Valentini, autori 50 veprave për Shqipërinë, shkruan se sipas Barletit, komandën e Stalingradit ka qenë abati i Shën Lleshit në Mat, i cili zotrohet ose rrjedh për i familjeve të Përlatit. Përlati është një fshat shumë afër Vrshenit dhe ka të bëjë prapë me territorin e Mirditës. Abacia e Shën Lleshit dihet botërisht se është në Rosh, që nga shekulli 13, ku kanë qenë 9 kisha dhe 9 shenjtë. Trojet që përmend Barletin kanë qenë e Mirditës etnike, por historianët bien kurthin e ndarjeve administrative të komunizmit dhe kanë mbet në atë rrjet. Tezën e Athanas Gegës e mbështet studiuesi Frank Zublleshi nga Mirdita në librin e tij Me origjinën e Skënderbeut, referuar 122 burimeve autoktone, edhe studiuesja turke Bozhora në librin e saj Shqipëria dhe nacionalizmi shqiptar, në prëndurin e Osmanën, faqen 45 shkruan se Gjergj Kastrioti, kreu i familjes Kastriotit, njihet si nga princat katolik Mirditës. Në poezinë e abatit Mirditës Doçi, i cili ka qenë pioner dhe i shkrimit dhe alfabetit që kemi sot, në vitin 1884 shkruan në Athinë një poezi të cilën po lexoj 2 vargje. Një trim është bën për ne Gjergj Kastria, një pirro i ri, një genc e ka në afal Shqipërisë. Kur Skënderbeu mori Krujen, filloi riparimin e kalas Krujes dhe populli nxori një këngë. Po lexoj një 2-3 rreshta. Qysh se erdhën këtu Kastralin, me ndërtu mure e kala, hajrin kena me apa, na kena me u bëma me flori, të shit lëkur, të shit gur e të shit lëkura e ullin. Kënga shoqërohet me melodi e tjera. Athanas Gega argumenton në librin e tij Shqipëria dhe invazioni turk i shekullit 15, origjina kastriote dhe rinia e Skënderbeut kanë ngjallur shumë diskutime. Si për të gjithë njerëzit e mëdhenj, legjenda kapet tek origjina, faktet dhe trimëria e heroit tonë kombëtar. Por në faqen 149 150, mbiemri Kastrioti, sipas tij, që ka mbetur dhe që ka mbjetur në histori, lidhet në padyshim më shumë me lokalitetin e Kastrit të Mirdit, që ndodhet mes dy fshatet Mirditës dhe Vigës. Ka një gjë që kanë bërë historianët sipas mendimit tim. Në malsinë e Lezhës është krahina që quhet Dibër. E ja kanë hes një re edhe e kanë qunë Dibër. Fakti është që familja Gjergj Kastriotit ka sunduar në këtë treva. Pra në politik është një gabim teknik e përcjell dikun tjetër. Atë për familjen e Gjergj Kastriotit, ose për emrin e tij, e mbështet edhe profesor Zefneka, e mbështet edhe pamullitari i kishës këtu në detyrit ish pamullitar, nuk do zgjatem më, vetëm se unë do me thënë diçka. Nëse duam që në jetën tonë epitafet i kemi të ndryshëm, duhet me shkruajt shumë edhe për të gjallët. Faleminderit shumë. Tash rallën e ka Zegzën Lekaj, gazetari publicist, s'do të paraqes se e njihni të gjithë, do të flasë për biografinë e Dr. Gegaj. Prej 1916 është hap shkolla e parë në gjuhën shqipe në Triësh. Dhe mësuesi i parë i asaj shkolle ka qenë gjyshi i Pjetër Lucajt dhe i vëllezërve Lucajt, që është lokali i tyre ku na kanë lejo. Është interesant si që pikrisht 110 vjet më vonë pasardhësit e Gjogjekës lejojnë, mundsojnë dhe organizojnë lerimin e emrit të Athanas Gegaj. Por mos harrojnë se gjyshi i tyre, Gjon Gjeka Lucaj, ka qenë në dashamirët dhe dietarët më të përkushtuar të Skënderbeut. Unë mendoj që
ideja e studimeve dhe dijes e njohurisë për Skënderbeun te Atanas Gegaj ka filluar me Gjon Gjekën Lucaj. Unë kam pas dhe kam një lidhje familjare me këtë familje sepse Onk Lukja, nëna e tij dhe gjyshi im Pjetër Luka kanë qenë motër e vlla, por ai ka qenë nipi i shtëpisë sonë dhe kur kam marrë në Shtetet e Bashkuara ai më kushton një shënim në gazetën Dielli dhe thotë se daja te Atanas Gegaj të erdhën në Amerikë, domethënë daja te editorit, thotë nuk thotë Atanas Gegaj. Por emri i tij ka qenë i njoftun, sidomos pas 17 janarit të vitit 1968, kur në Prishtinë është festuar 500 vjetori i vdekjes Skënderbeut, ku kanë marrë pjesë si shtave Zoti Kule, delegacioni historianëve të Shqipërisë në krye me Alex Butën, dhe ato ditë të konferencës dhe të simpoziumit ashtojë gjansisht nga këta historianë për Atanas Gegën dhe veprën e tij të qishtë të botuar në Paris në vitin 1937, invazioni turk në shekullin i Shqipërisë në shekullin 15. Aty folën gjansisht shumë dietarë, në tyre Ali Hadri, Zefmir Dita, Alex Buta, Kristof Rashi, dhe ishte me të vërtet një organizim i shkëlqyeshëm me rastin e 500 vjetorit. Kam biseduar me ta shumë. Personalisht nuk e kam toku asnjëherë, sepse me njëherë sa kam mbaruar detyrën në Boston, o kthye në Evropë. Në vitin 71 dhe ma vona kthye në Santa Monica të Kalifornisë, ku dhe ka vdek. Por gjatë kësaj kohe kam biseduar me ta shumë, në telefon, sidomos nga Zëri i Amerikës, ku kam bërë dhe intervistë. Dhe sot e kësaj dite e kujtoj atë intervistë, sepse tha diçka që e kam thënë vetëm rilindasit. Kosova, tha, është e Shqipënisë. Aty kanë lind, tha, kolosë e kulturës kombëtare, filloi me Budin, Bogdanin, Kazazin, Bardhin, Gjeçovin, tha, dhe herët ose vonë, tha, Kosova duhet të bashkohet me Shqipërinë. Ky ka qenë, si ata rilindasit, ka qenë shumë klasik në mënyrë, shumë besnik i ellëve, sidomos i Shqipërisë dhe shqiptarëve, bile ka thënë një shkrim që është botuar në gazetën Dielli, keni kujdes, ju që vini prej tokave të pushtuara të Jugosllavisë, ruani e gjuhën shqipe, se herët ose vonë gjuha ka me bën që ju të bashkoheni me dheun në Shqipëri. Prandaj, kur ka doktoruar në Louvain të Belgjikës, që është universiteti më i madh katolik në botë, studimet filozofike i ka mbaruar në Rom, ndërsa studimet dhe doktoratin i ka mbaruar në Louvain të Belgjikës, dhe libri i tij më njëherë botuar si shtave Zoti Kule në gjuhën frangjishte, dhe me vonesë të madhe është përkthyer në gjuhën shqipe, por Shqipëria edhe në kohën e diktaturës, edhe pas diktaturët i ka dhënë një vend në hapësi në ato enciklopeditë, i ka dhënë vendin e duhur që është historiani më i madh, tek ka pranuar në Oli Bilen, mreti Zog, kur ka doktoruar, ka prit menerime të mëdha në pallatin e tij prezidencial, sepse kjo ka qenë doktoratura më serioze, studimi më serioz për Skënderbeun që është Bardetit në atë kohë. Ka pas shumë dashuri për vendin, për popullin e vet, dhe ka qenë që i ka sjell probleme të jetën, ka qenë ndoshta kleriku më antifashist i Shqipërisë, sepse ditën e pashve i vitit 1939, kur Italia pushtoi Shqipërinë, ky gjatë meshës foli gjansisht kundër Mussolinit dhe fashizmit italian që e pushtoi Shqipërinë. Dhe besnikët e fashizmit dhe Mussolinit ishin te dera e kishës, dhe
dhe në urdhën që pas e ti heqë robët, uniformën fetare, dhe urdhën që me arrestua dhe arrestuan e futën në burgun e Shkodrës dhe prej burgun Shkodrës e quen Tiranë ma vonë e internuan në Itali. Ai nuk u kthye ma për arsye se pasë s'ka vend për të atje dhe vazhdoi jetën qytetare, tu hynë gjitha organizimet, i ka shkërbyer mretit zog për një kohë në Paris, pastaj ka në Amerikën e Shtetet e Bashkuara, është emnuar nga editori Gazetës Dielli, ku ka bashkëpunuar sinqerisht me Fanolin dhe bile tregon një vend atje, thot Fanoli, po flisnin thot me temë shqip për këto grupet e mojta që ishin pro-komuniste të Bostonit, Fanoli fol frangjisht se kem shumë komunista këtu në kishën tonë. Pra, o ballafaqu e kanë sulmuar në mënyra brutale, ka pas edhe kërcënime fizike në kohën kur ka drejtuar Dielli, sepse ka qenë shumë antikomunist dhe biografia e tij, jeta, veprimtaria e tij është aq e gjatë sa që duhet me folë shumë dhe nuk duhet u marr kohë, po fal deri që më dëgjuat për kaq sa fola. Para se të vazhdojnë ju të kërkoj falje 3 panelistëve, Sokol Pajes, Paulin Markut, Vllazër Fujkaj, po nuk u kon faj Becëri në matri. I herë dhe ishta plesve, mua me shok, atër valla fjallën ju. Po faleminderit së të kjo. E u kërkoj falje. Ta shtirallën e ka Dr. Paulin Marku me temën Atanas Gega në optikën e dokumenteve arkivore të Vatrës. Faleminderit. Atanas Gega është një figurë e rëndësishme në historinë e Vatrës, veçanërisht në profilin e tij si editor i Gazetës Dielli për periudhën 1963-1971. Ai kishte profil të spikatur në diasporë, sepse ishte aktiv në jetën komunitare shqiptare të diasporës dhe në lëvizje politike si Bloku Independent, sekretar dhe redaktor i gazetës L'Albania Libre, organizator dhe organizuar tek Balli Kombëtar. Punoi për pak kohë në komunitetin Shqipëria Lirë dhe në shtator të vitit 1963 zgjidhet editori i Gazetës Dielli, i cili kishte jetuar më parë deri në vitin 1960 në Itali, pastaj emigroi në Francë ku qëndroi për 2 vite deri në 62-shit dhe pastaj u largua për në Amerikë. Mbledhja 18 gushtit 1963 e mbajtur në zyrën e Vatrës në Boston nga Komisioni Qendror për të zgjedhur kryetarin e Vatrës dhe më pas një komision i posaçëm i përbërë nga Kristo Thanas, Antonia Thanas, Petër Qikos, Dr. Hamid Ruqi dhe Selaudin Velaj, zgjedhën editor të Diellit Atanas Gega. Mendohet se kishte edhe prekrahjen e tij për aprovimin në krye të Diellit me pëlqimin e Fanolit, sepse ky fundi e njihte dhe kishte konsiderat për të edhe fal të bashkëpunimit që kishte patur për të në historinë e Skënderbeut të mëparshme. Atanas Gega kishte një njohuri të gjerë në fushën historike mediatike. Ishte doktor shkencës i diplomuar. Ishte figurë e denjë për të drejtuar Gazetën Dielli, si dhe ishte kundër regjimit komunist që përpiqej të dëbërtonte nëpërmjet formave dhe vëmijeve të ndryshme në Federatën Patra dhe në Gazetën Dielli. Dokumentet e kohës vërtetojnë se njerëz të posaçëm ndiqnin çdo veprimtari dhe gjithçka potoi në shtypin e kohës, për shkak se në Amerikë kishte një lëvizje antikomuniste dhe një pjesë e mirë emigrantëve nga Shqipëria kishin shprehur haptasi nëpërmjet klubeve shqiptare, shoqata, organizata të ndryshme antikomuniste për të kundërshtuar regjimin e Enver Hoxhës. Tirana zyrtare, nëpërmjet njerëzve të tyre në SBA, ndiqte me përparësi linjën editoriale të Gazetës Dielli, analizonte çdo shkrim politik me detaje dhe bënte përpjekje të vazhdueshme për të bërë për veti shumë figura të ndritura shqiptare në Amerikë, që përmes propagandës dhe veprimtarisë agjentore, goditi në mënyrë të veçantë personalitete me kontribute në Vatër të Dielli, si Qerim Panariti, Refat Kurazezi, Atanas Gega, Antonia Thanas, përfshirë edhe tentativen për të tërhequr në anën e politikës konfrontuese edhe Fanolin, por nuk ja doli, pra i referohet sistemit komunist. Letrat dhe dokumentat janë të shumta për sa i përket veprimtarisë të Atanas Gegës dhe unë kam shumë dokumenta këtu, por do të citoj disa prej tyre që unë mund t'i konsideroj në ana saj. Vatra ndoqi një vit të vendosur kur ndër regjimit komunist,
Denoncoj me mbledhjet e saj nëpërmjet gazetës Diellin politikën e brendshme shtypëse të politikës së jashtme armiqësore të komunizmit ndaj perëndimit, veçanërisht kundër SHBA-s. Denoncimin prej ju bë izolimit të emigrantëve shqiptar të Amerikës nga dheu dhe të afërmit e tyre që s'mund shkelin atje. Mandje vatra, në vitin 1969 ju drejtua dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të angazhuar që shteti shqiptar të zbatonte rregullën dhe të drejtën ndaj shtetasit me parimin që të drejtat ndërkombëtare dhe Karta OKB-s, pra i kërkonte që të shkojnë në Shqipëri. Dokumentat e botuara dëshmojnë se ndërhyrja e qeverisë komuniste në këtë periudhë nuk arriti objektivin e saj të vënë nën kontroll Vatrën dhe Diellin, por kishte ndikim të drejtë për drejtë tek Vatra. Por nga ana tjetër, ato dëshmojnë se regjimi komunist arriti të krijojë përçarje dhe mosmarrëveshje midis vatranëve dhe të dëmtojë disi aktivitetin dhe fuqinë e kësaj organizate. Në shumë letra gjendet edhe bisedat dhe këshillat që kishte me Refat Kurazezin si editor dhe njëri i formuar dhe që kishte edhe mentalitetin dhe logjikën se si drejtohet Vatra dhe Gazeta Dielli, sepse ashtu siç ju e dini, Gazeta Dielli ishte një zë i fuqishëm dhe ishte mënyra më e mirë për të komunikuar me diasporën. Unë kam mbledhur disa dokumenta ku flitet edhe për problemet që kishte Vatra, problemet me listat e pagesës, me problemet financiare, ku ndërto Atanas Gega shprehej. Nuk më intereson shumë rroga ime, sa më intereson që Gazeta Dielli të vijojë të jetë e përjashme dhe të informoj opinionin publik. Unë do ta mbyll fjalën time për të qenë korrekt me ligjëratën, me letrën e Atanas Gegës drejtuar Rifat Kurazezit me 6 nëntor 1971. Letra e tij fillon: po ju përcjell me shqetësim për situatën e brendshme në Vatër, mos pagesën e antarësisë dhe për pasojat e vështirësitë financiare që ka për botimin e Diellit. Në vazhdim të letrës i shpreh edhe pak kënaqësi që kishte nëpërmjet komunitetit shqiptar. Por letra mbyllet me këtë fjali që karakterizon edhe tipin dhe karakterin e doktor Atanas Gege. Unë do ta kryej detyrën time deri në pikën e fundit dhe nuk do të veproj në asnjë mënyrë që organizata të pësojë përçarje. Sot jam, nesër nuk jam. Por Vatra duhet të vazhdojë sepse është gjëja më e bukur që ka komuniteti ynë. Është një trashëgimi, i thot madhështore, për ne të gjithë. I vetmi trashëgimi. Ti mos u bëj merak, i thot. Unë nuk do të sjell asnjë përçarje, rriqet dhe më dërgo shkrime për historinë e Vatrës me rastin e 60 vjetorit. Me besë Atanas Gega. Pra, në mbyllje, unë do të them se veprimtaria mediatike e Atanas Gegës në krye të gazetës Dielli në vitin 1963-1971 nuk është zbardhur, mungohen studime, por në mbyllje falenderoj Fondacionin Treshi për këtë organizim simpoziumi, ju falenderoj për dëgjesën dhe punimin e mbarë simpoziumit. Duhet ju veç t'ju njoftoj se këta dy libra që i shihni para këtij podiumit janë original librat e Atanas Gega, pra autorit për cilin e bashkuesët këtu. Ka mundësi që në ndihmën tuaj zgjidhje ta bëjmë ndoshta një ribotim të ri të këtyre librave, pasi që vetë autorët po thonë se e ka merituar, është kanë një historian i rrallë, sidomos i Gjergj Kastilliut të Skënderbeut. Para jush kam kënaqësinë që të flas e të fras Dr. Sokol Pajin, editori i tanishëm. Si dikur ishte Atanasi editori i dikurshëm, tash kemi editorin të tanishëm të Vatrës të gazetës Dielli, Dr. Sokol Pajin. Në historinë e Federatës Vatra të gazetës Dielli, Dr. Atanas Gega 6 dekada më parë përbënte ndër emrat më esencial, jo vetëm të këtyre dy institucione patriotike, kulturore dhe detare, por të mbarë në gatë shqiptare në Amerikë. Si editori i gazetës Dielli, por më vonë sekretari i Vatrës, Dr. Atanas Gega është shkëlqyes intelektual, patriot, veprimtar dhe pen elegante në mbrojtje të komunitetit shqiptar, të drejtave të shqiptarëve, historisë dhe identitetit kombëtar. Dr. Atanas Gega e drejtoi gazetën Dielli për 8 vite, nga viti 1963 deri në vitin 1971. E mori drejtimin e Diellit në 3 momente të rëndësishme historike. 1.
Vatra dhe Dielli po përjetonin zhvillime të rëndësishme të fuqishme, ku themeltarët dhe aktivistët e parë ishin të pakët në numër si pasojë e kohës së largët të themelimit, rikthimit të disa aktivistëve në Shqipëri, ardhjes së mbarë të anëtarëve të rinj shqiptar amerikan, ardhjes së migrantëve të rinj nga Evropa, sidomos për krahët të Mbretit Sot. Luftës fuqishme si sigurimi i shtetit i bënte Vatrës Diellit dhe mërgatës shqiptarë të Bashkuara të Amerikës. Doktor Atanas Gegaj fitoi garën si editor i Diellit në Kuvendin e Vatrës së vitit 1963 në gusht, ku përballë kishte Elezën Dreun dhe Mexhit Dibrën. Editoriali i Doktor Atanas Gegaj si qendrim zyrtar i Federatës Vatra e shkruar shpesherë si opinion, analizë, koment, thirrje apo argument, ishte zëri më autoritar, më plotësues si kohës për 8 vite të arta dhe të zjarrta për Vatrën, për Diellin dhe komunitetin shqiptar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Doktor Atanas Gegaj si editor dhe funksionar i Vatrës përballoi me dinjitet të lartë dhe stoicizëm, sulmet, presionet e deri shantazhet të infiltruarve të sigurimit të shtetit, ruajti ndershmërisht balancat Federatën Vatra në gazetën Dielli, promovoi kulturën, vlerat dhe idetë kombëtare dhe amerikanë në jetën e komunitetit shqiptar, promovoi kulturalisht historinë, gjuhën, kulturën dhe identitetin tonë kombëtar shqiptar, luftoi pa mëshirë diktaturën, tiraninë dhe regjimin shtypës Tiranës, bashkoi, promovoi, zhvilloi dhe integroi komunitetin shqiptar në Amerikë, shërbeu si urlidhës dhe përbashkues i intelektualëve shqiptarë në Amerikë dhe në diasporë, livroi teza historike dhe identitare në dobi të kombit, atë dhe historisë sonë kombëtare. Në shkrimet editoriale të Diellit, Doktor Atanas Gegaj synonte bashkimin e shqiptarëve për te ndarjeve politike, krahinore apo ideologjike, qëndrimeve ndaj historisë apo periudhave të caktuara të debatueshme për historinë tonë kombëtare, duke konsideruar unitetin kombëtar si vlerë themelore të shqiptarëve kudo ata veprojnë e punonin. Editorialet informuese, argumentuese, pinse dhe analizuese të Gegaj jo vetëm që informuan dhe ndikuan komunitetin shqiptar, por shpesh e drejtuan dhe e organizuan atë. Studimi editorialeve të Doktor Atanas Gegaj përgjatë 8 viteve që jetoi gazetën Dielli përbën një moment sa të rëndësishëm studimor atë të rëndësishëm historik, pasi në lidhje me qendrimin zyrtar të Federatës Vatra, gazetës Dielli, aspektet të zhvillimeve historik në gazetën shqiptare në Amerikë, çështje të rëndësishme të humtarisë Federatës Vatra dhe jetë reale të mërgatës e atë në raportën që krijoheshin. Të lutem, a ka mundësi? Të lutem. Te Doktor Atanas Gegaj sulmoi përçarje dhe ndarjet e stisura nga sigurimi i Tiranës dhe kushtoi vëmendje të veçantë bashkimit dhe bashkëpunimit të shqiptarëve në Amerikë me bazë Federatën Vatra dhe gazetën Dielli. Doktor Atanas Gegaj ishte pa diskutim personalitet mediatik, historik, lingvistik e gjysor, i drejtë për drejtë dhe i vërtet, i ndershëm dhe i drejtë, spikati me editoriale të fuqishme dhe të qëndësishme, ku fuqia analizës, argumente dhe i kundërshtisë ishin shumë forta. Doktor Atanas Gegaj e përcaktonte gazetën Dielli si etike për ekzistencën dhe vazhdimsinë e komunitetit shqiptar në Amerikë. Editori Gegaj e cilësonte gazetën Dielli si trashëgimi më të bukur shqiptar në diasporë, ndërsa Vatrën e Diellit i pagëzonte si kështjella të shqiptarizmit. Doktor Atanas Gegaj ka meritat veçanta kombëtare, pasi mbrojti me çdo kusht dhe me ndoshmëri Federatën Vatra, interesat kombëtare, çështjen e pavarësisë, të sovranitetit kombëtar në raport ndërkombëtar, të gjuhës shqipe, të heroit kombëtar Gjergj Kastriotit, të dinjitetit dhe identitetit kombëtar, duke ngritur lart figura morale, idealet dhe frymën patriotike të kombit tonë. Në Kuvendin e Vatrës, në 6 tetor 1971, Doktor Atanas Gegaj lajmëroi Federatën se nuk do të ishte më editor. Ai u largua vullnetarisht, me dinjitet dhe krenari, nga gazeta në të cilin i shërbeu dhe komunitetin e besnikëri pa frikë dhe me përkushtim duke orientuar lexuesin drejt modernitetit, lirisë dhe vlerave amerikane. Me 20 tetor të vitit 1971 shënohet numri i fundit i gazetës Dielli edituar prej Doktor Atanas Gegaj. Në editorialin Lam të Mirës, ai u drejtoi Vatranëve dhe komunitetit shqiptar me editorialin Një përshëndetje Vatranëve. Ai apeloi që Vatranët dhe komuniteti shqiptar të trashëgojnë vlerat e tjetërve themelues snorit të konicës dhe të bashkojnë e ta përkrajnë me çdo kusht Federatën Vatra dhe gazetën Dielli. Faleminderit. Në fund e filluam me Triezhan, Xhan Xhoka i pejmarrojmë sërish në një prej Trieshit me një djalë talentuar, një bi që të gjithë jem krenar me ta një biri hyni, magjistër Zef Ujkaj, magjistri historisë të përfalje, dhe faleminderit shumë, Zef. Gjithashtu dua të përgëzoj Fondin Humanitar Trieshit New York për organizimin e këtij aktiviteti që angazhon këtë shoqat jo vetëm në veprimtari humanitare, por edhe në promovimin e kulturës, letërsisë, gjuhës dhe traditës shqiptare.
Kjo kumtesë analizon veprën në Albania të autorëve Athanas Gega dhe Recep Krasniqi, një botim të emigracionit politik, publicistik e intelektual, duke synuar të informojë dhe sensibilizojë opinionin ndërkombëtar mbi realitetin politik, historik e shoqëror të Shqipërisë së asaj kohe, por edhe për rrjellat historike të saj. Punimi im është strukturuar në 3 kapituj. Kapitulli i parë paraqet një analizë të përmbjellur të përmbajtjes dhe synimeve kryesore të veprës Albania. Kapitulli i dytë fokusohet në jetën dhe veprimtarinë e autorëve Gega dhe Krasniqi, ndërsa kapitulli i tretë trajton rolin e Asamblesë së Kombeve të Robërura të Europës si organizmi që mundsoi botimin dhe shpërndarjen e kësaj broshure mbi Shqipërinë, duke e vendosur atë në kuadër të veprimtarisë antikomuniste dhe lobimit politik në arenën ndërkombëtare. Gjithashtu analizon veprimtarinë e Komitetit Kombëtar Shqipëria Lirë si struktura politike e emigracionit shqiptar, ku bënin pjesë Krasniqi dhe Gega dhe prej nga u inicua dhe u botua vepra Albania. Unë do të lexoj pjesërisht vetëm kapitullin e parë, ndërsa botimin e plot kësaj kumtese do keni mundësi ta lexoni në rrjetet e mia sociale. Vepra Albania, autorëve Gega dhe Krasniqi u botua në New York në vitin 1964 nga Asambleja e Kombeve të Robërura të Europës dhe u përgatit nga Komiteti Kombëtar Shqipëria Lirë, në synimin që përmes një analize të thellëuar dhe strukturuar të shpjegonte zhvillimin historik, shoqëror dhe politik të Shqipërisë, për të prezantuar një pasuri të qartë të dokumentuar dhe kritike të historisë, gjeografisë, politikës dhe shoqërisë shqiptare deri në fillim të viteve 60. Broshura ka 47 faqe, përfshin 2 harta dhe një bibliografi të pasur. Qëllimi kryesor i veprës është identifikimi dhe trajtimi i periudhave kryesore historike, nga origjina e lirë tek epoka e Skënderbeut, me pas tek periudha e pavarësisë dhe regjimit komunist. Gjithashtu, mjaft me rëndësi është edhe evidentimi i librit si burim historik në informimin e opinionit ndërkombëtar dhe në pasurimin e realitetit politik dhe shoqëror të Shqipërisë, sidomos gjatë izolimit të vendit në regjimin komunist. Ky punim gjithashtu synon të vërë në dukje pikpamjet ideologjike të autorëve dhe të analizojë mënyrën se si libri kombinon informacionin historik me dokumenta, shtesë, tabela dhe harta, që e bëjnë një vepër të vlefshme për studiues dhe historian. Autorët e nisin analizën nga gjeografia, duke konsideruar atë si një faktor themelor përcaktues. Territori kryesisht malor dhe mungesa udhësirave të mëdha bujqësore paraqiten si pengesë për konsolidimin e hershëm të shtetit dhe për zhvillimin e një ekonomie të integruar. Në këtë mënyrë, gjeografia shërben për të shpjeguar njëkohësisht qëndrueshmërinë e identitetit shqiptar dhe dobësinë e institucioneve politike për shtrirjen e autoritetit. Ky dualitet, sipas autorëve, përbën çelësin interpretativ të gjithë historisë së mëdhenshme. Izolimi natyror ndihmoi në ruajtjen e gjuhës dhe zakoneve, por njëkohësisht pengoi në centralizimin dhe proceset e modernizimit. Vonesa dhe kufizimet në zhvillimin urban të zonave periferike bazuar në struktura shoqërore, të formosoi kryesisht mbi baza lokale të mbështetura në të drejtën zakonore. Ekonomia tradicionale mbështetej kryesisht në bujqësi dhe bregëtori, ndërsa aktiviteti tregtar zhvilloi vetëm në pak qendra urbane. Industrializimi nisi të shfaqej në fillim të viteve 20 dhe mori holl pas luftës së dytë botërore, ku zhvillim të dukshëm pati problemi bujqësor, energjetik dhe mineral. Nga kjo kuptojmë se pengesat gjeografike kanë krijuar sfida të mëdha për një zhvillim potencial të vendit, duke lënë të pashfrytzuar. Në trajtimin e origjinës së shqiptarëve, autorët mbështesin qartë tezën e vazhdimësisë i lirës shqiptare. Kjo tezë nuk paraqitet vetëm si argument historik, por edhe si qendrim polemik kundër narrativave që e konsiderojnë elementin shqiptar si të ardhurën në Ballkan. Sipas autorëve, identiteti kombëtar shqiptar, gjuha dhe kultura mbijetuan si rezultat i një rezistencë të gjatë historike kundër kushtimeve romake, slave, osmane e tjerë. Shqiptarët ndonëse pjesë e familjes indo-europiane u shfaqen herët si një bashkësi e veçantë kulturore e gjuhësore. Figura si Bardyli, Agroni, Pirro e tjerë dëshmojnë një vetdije të hershme shtetformuese dhe një pjekuri të organizimit politik e ushtarak. Megjithatë, përçarja e brendshme dhe presioni perëndorive çuan në nështrimin e Ilirisë. Nëse sondimi romak shkatërroi pavarësinë politike vendase, provinca e Ilirikut u benin nga shtyllat ushtarake administrative të perëndorisë romake, duke nxjerrë disa perëndor të figura të rëndësishme shtetërore dhe duke shndruar qytetet e Ilire në centra të rëndësishme ekonomike e kulturore. Pas ndarjes së perëndorisë romake, territori i Ilirisë u kthye në zonë të dyndjeve barbare, përplasjeve e emigrimeve. Kushtimi slav solli ndryshime të thella etnike e gjeopolitike në Ballkan, duke detyruar shqiptarët të rriseshin në zona të thella malore dhe qytete të fortifikuara për të ruajtur identitetin e tyre. Krijimi i formacioneve të para politike shqiptare në fillim të shekullit 13 përbën një moment të rëndësishëm në procesin e formimit të identitetit të veçantë brenda perëndorisë bizantine si shprehje aspiratës për organizim të mëdhetësishëm shtetëror. Ju falenderoj përzemërsisht për vëmendjen.
Tashti kemi edhe 2 kontesat cilat autorët nuk janë prezent këtu, por pe shifni edhe vetë se ky akademi ka zallë një interesim mjaft madh edhe të njerëzit shumë të mëdhenj që i kemi këtu, të historianë, të studiuosit. I falenderojmë edhe ata që janë këtu, por për ju kemi përzellur 2 që do t'i lexojnë kontesat e tyre. Pra para jush ftoj Elena Lubonia Ujkaj, bashkëshortja e Zefit, e cila do të lexojë kontesën e gazetarit nga Detroiti, i cili sigurisht vjen nga Shqipëria, Rafael Flozi. Përshëndetje, zonja dhe zotërinj, do të lexoj një përmbledhje të shkurtër të kontesës Atanas Gegaj, Bjemi dhe Anonimit i Varit me zburimit dhe iluzionit, shkruar nga zoti Rafael Floqi, i cili nuk ndodhet sot këtu. Debati mbi Gjergj Kastriot Skënderbeun nuk është vetëm çështje faktesh historike, por edhe metodash. Ai pasqyron evolucionin e historisë shqiptare, nga rrëfimi humanist te kritika dokumentare moderne. Në qendër të këtij debati qëndron figura e Gjea Maria Bjemit dhe burimi i tij pretenduar, jashtë quajturi Anonimit i Varit. Gjea Maria Bjemi, historian italian i shekullit të 18, botoi në vitin 1742 në Brescia veprën Historia e Gjergj Kastriot Skënderbeut. Ai pretendoi se ishte mbështetur në një dorëshkrim më të hershëm se Marin Barleti, të quajtur Anonimo Ditivar. Sipas tij, ky burim ishte më i afërt me kohën e Skënderbeut dhe për këtë arsye më i besueshëm. Problemi qëndron te fakti se ky dorëshkrim nuk është gjetur kurrë. Panoli nuk e pranoi lehtë tezën se Bjemi kishte falsifikuar burimin. Ai nuk ishte apologjet i tij, por as nuk e përjashtoi pa analizë. Për Nolin, pranimi i mundshëm i një burimi alternativ ishte një akt metodologjik. Historia nuk mund të mbështetet vetëm mbi një autor, sado i rëndësishëm qoftë ai. Kjo ishte një përpjekje për të thyer monopolin barletian, pasi për shekuj me radhë, Marin Barleti kishte qenë burimi dominues mbi jetën e Skënderbeut. Një burim i dytë, edhe i diskutueshëm, e detyron historiografin të hyjë në debat kritik. Historiani gjerman Franz Babinger e hodhi poshtë ekzistencën e Anonimit të Tivarit, duke dyshjuar se ishte një trillim. Për të, mungesa e provës materiale barazoi me mungesë besueshmërie. Kjo përfaqësonte një qasje të rreptë kritike. Historiografia duhet të mbrohet nga iluzionet bibliografike. Atanas Gegaj përfaqëson një fazë kalimtare. Në studimin e tij të vitit 1937, ai e trajton ambivalencesin si burim të rëndësishëm, duke theksuar se shumë pohime të tij përputhen me dokumentet arkivore. Ai argumenton se edhe pse kronika është e humbur, përmbajtja e saj ruhet përmes Bjemit. Megjithatë, Gegaj nuk mbetet në romantizëm. Ai përthith metodën arkivore europiane dhe zhvendos fokusin drejt dokumentit. Në këtë pikë, ai afrohet me qasjen e Konstantin Marinescu, i cili e vendosi Skënderbeun në kontekstin diplomatik mesdhetar dhe jo vetëm si figurë epike rezistence. Ky kalim shënon transformimin e historiografisë shqiptare nga heroizmi narrativ në analizë shkencore. Ju falenderit. Tash Tirana ka drejton Sinishtaj, po ashtu në aktivist i dalluar në komitetin tonë, i cili do të lexojë kontesën nga mosgaboj Frank Shkreli. Unë do lexoj një përmbledhje të kontesë Frank Shkrelit, Dr. Atanas Gegaj, Gjergj Kastriot Skënderbeut. Dr. Atanas Gegaj është një nga historianët shqiptar më serioz të diasporës, por jo vetëm, i formuar në shkollën perëndimore të historiografisë, larg presioneve ideologjike të historiografisë komuniste. Emri i tij lidhet ngushtë me studimin monumental mbi Gjergj Kastriot Skënderbeut, 1405-1468, Shqipëria dhe invazioni turk në shekullin e 15. Një vepër kjo themelore për albanologjinë dhe historiografinë mesetare shqiptare. Për shkop Fannoli, vetë autori një libri të rëndësishëm mbi Skënderbeun botuar me 1949, e ka vlerësuar librin e Dr. Atanas Gegaj të shkruar në francezisht mbi Skënderbeun si më e mbaruara që kishte parë dritë gjë në vitin 1949, si nga forma, nga lenda dhe nga baza dokumentare. Nga gjithë veprimtaria dhe kontributet në fushat të ndryshme të dijes, gazetarisë dhe kulturës, Dr. Atanas Gegaj vlen të ritheksohet si më lart se emri i tij lidhet veçanërisht ngushtë me studimet monumentale Gjergj Kastriot Skënderbeut 1405-1468. Një vepër që nga shumë ekspert shqiptar dhe të huaj konsiderohet gjithnjë dhe sot
si themelore për albanizmin dhe historiografinë mesjetare shqiptare. Figura të kombit si Atanas Gegaj të kthehen një herë mirë dhe për hir të së vërtetës historike në trendet e debatit shkencor dhe akademik, jo vetëm si përgjegjësi morale, por edhe si një detyrim akademik dhe kombëtar. Marginalizimi zyrtar i figurave kombëtare antikomuniste, si Dr. Atanas Gegaj, një nga historianët më serioz shqiptar të shekullit 20, ishte një padrejtësi e madhe historike e regjimit komunist të Enver Hoxhës. Çështja zyrtare sot ndaj këtyre figurave pas shembjes së murit të Berlinit dhe ndryshime madhore politike në Evropë pas vitit 1990 është një turp madhor kombëtar. Ju lutemi enteve zyrtare në Tiranë dhe Prishtinë, përderisa vazhdoni me këto qëndrime të politizuara zyrtare ndaj këtyre figurave të mëdha të kombit, mos ta flisni për shkencë, për histori e drejtësi, se historia nuk mund të përdoret si instrument politik në shërbim të një dogme ose një tjetër. Çështja e vazhdueshme nuk u bën nder. Me qëllim e domosdoshëm për rivendosur më në fund Dr. Atanas Gegaj dhe të tjerë si ai në vendin që u takon në historiografinë zyrtare shqiptare, për fat të keq, gjithnjë të kontrolluar dhe të cunguar nga veturinat e një sistemi që vazhdojnë të përdorin historinë në interes të një narrative të caktuar të pushtetit. Faleminderit. Ju afro me fundit, para se ta përfundojmë, kemi edhe dy kontesa të cilat do i lexojmë këtu, por kemi një përshëndetje nga nipi i Dr. Atanas Gegaj, pra Nikol Gegaj, i cili në Fondi Humanitar Trieshi dhe Këshilli Organizative ka ftuar të jetë me ne, por për shkaqe personale e kryesisht nuk e ka pavizën, nuk ka më me kemi ne, por ne ka ftuar një përshëndetje shkurt për gjithë ju, madje për si falënderim edhe për panelistët e shkëlqyer, por edhe për ju publik e nderuar. Ju kërkoj falje se do shta po gjasim pak shumë, por shkurtimisht do të lexoj. Pra, kjo është, citoj atë Nikol Gegaj, pra nipi i Dr. Atanas Gegaj. Shfrytëzoj rastin që të falenderoj sinqerisht Fondin Humanitar Trieshi për ftesën e nderuar që më bëri për të qenë i pranishëm në Akademinë Përkujtimore Kushtor Gjatit tim Agës Dr. Atanas Gegaj. Shembulli i radhës i patriotizmit i shkencës publicistikës shqiptare. Për arsye objektive, për fat të keq nuk kam mundësi të jem i pranishëm fizikisht, ndonse dëshira ime ishte shumë e madhe. Megjithatë, ju falenderoj të gjithëve, duke filluar nga kryetari Zon Zoka i Fondit Humanitar Trieshi, se dhe ju gjithëve që jeni pjesëtar i këtij evenimentit apo të thojmë Akademinë Përkujtimore. Pra, edhe njëherë kjo ka shkruar pak më zgjat, por pas që folën shumë për Atanasin, këta nuk folën shumë, por folën vërteta, unë s'po lexoj çka ka shkruar. Ashtë kanë Atanas Gegaj ishte apo Luca, si që kanë quajtur, sa i lindur në Suez Luc, por Atanas e ka marrë emrin mbasi se ka shkuar në shkollën e meshtarëve. Dhe thotë që zyshja e tij pra ishte hak lukja ndër prej që rrjell prej familjes Zondekaj. Ishte edhe djali i Praluk Zeloshit, një ndër burrat më të mirë që kishte Trieshi në atë kohë dhe Mallësia, e kështu me radhë. Domethënë, unë s'po ta lexoj krejt, e falenderoj Nikol Gegaj, jemi të zgënjur se nuk ishte me ne, jo me pa dëshimin e tij, por me pa mundësi, sepse vizat nuk lejohen sa kohet asnjëherë. Ju falenderoj për vëmendje. Duhet të përshëndesni tavolinat janë në fund, megjithëse këta kanë më të afërmit në gjak të Atanas Gegaj. Kam në fund atje, ju lutem të përshëndetni tavolina atje. Zef Bolaj është djali i motrës së Atanas Gegaj. Shumë interesante nëse kem ditë, por kënaqësi që të kem këtu. Zef, më ka mundësi disa fjalë. Faleminderit. U falenderoj stande dhe nuk kam kurfar nevojë me pasuruar leksionet që dhanë gjithë forcit tu, e banë shumë qartë biografinë e birit shquar të Malësisë, që për koincidencë është vëlla vinanës time dhe jam shumë krenar, me gjithë se për fatin tem të keq. Unë kam lejnë vitin 1949, e kufini si perde e hekut, janë shumë dëshmitar, u mbyll në vitin 1948 dhe nuk pata favorin me njoft dajat e mi, për cilë kishën pas shka me marrë noshta për i tyne ashtu si që thate edhe ju. Por me qenë se s'mujta me njoft ata, po njoft dajat e mi sot në këtë simpozium.
Ju falenderoj të pamë. Unë kam mujt me I njoh dajet e mi nga tregimet e nanës time, që me lotën sy flitte për ta. Por kur si pa, derisa dhe ndroj jetë me mallë e me zemër të ngarkume. Mos u çuditni që t'ju thëmë se politika anti-njerëzore e Tiranës dhe Beogradit herë në miqësi e herë në armiqësi me njëra tjetrën e ban të pamujtun me I bashko zemrat e menjet e shpirtrat tanë dhe kështu unë sot jam në moshë të madhe dhe mos me njoh dajet e mi, kjo ishte një fatkeqësi që nuk e përjetova vetëm unë, por shumë bijtë malësisë tjerë. E kem një person këtu, një shok tonë të dashur të nderuar Bet Samaj, I cili e pas ka panjoft Atanas Gegaj dhe ka paras se të foli me ta, e t'ja shtrini dorën, e të njoftohet me ta si malësor. Ka të shpret e shirin se më najtë rëgoh 2 fjallë, si e ka në shty dhe çfarë për shtypje ka lënë Atanasit e ky. Faleminderit dhe. Por duket se unë kom pas gjikët maj plakti këtu edhe për fatin e mirë timin me 1974 si fëmijë në Itali organizuan këto partinat në atë kohë, agrare, balliste, zugista, unë s'disha çka janë ata, edhe kem shkua për festën e flamurit me 28 nëntor 1974 një salë në Romë. Si më kënë shumë sa sot këtu popull. Edhe ishim ne, unë më rara së më nejnë tavlinin e parë, kur vjen I burë me trup mesën, edhe unë qohem edhe du m'ja qoha karikën teme, edhe më thot, prej ka I djallë, tha që jam malësor, tha pe I gjveni ti, tha se edhe unë jam malësor. Edhe më përqafoj, edhe më tha, kenke tha, I nipi Vasel Mirashit e djallin I Gvazit. A I këtë pat njoft. Se mua gjyshin ma kanë pushkatua me 1945 e baba më ka de kur kom kënë nga 16 vjeçar në fatkeqësi komunikacioni. Fjallët që kom një gjuhë për tina ishin në atë kohë nuk më interesoshin se isha I ri dhe kisha mendime tjera, por më janë kujtua të kalua koha një malësur me edukat, një malësur I shprehun, I pastër, edhe e maj menë si sot ka kite veshën. E kite një fanel bardh, kështu me gryk dhe një qafë, një mallot bardh me do shpikla zeza dhe një par pantollet zeza. Dhe me thonë që malësia dhe kombi shqiptar ka pas gjithmonë intelektual, por është shumë interesant Mali Trieshit me qitë gjithë ta intelektual dhe këta patriota, që disa antik shqiptarë dhe tralltarë I kanë quajtur Trieshin se janë malazes. Nuk është e çuditshme që jena këtë shtëpi sot, një ndër familjet më patriotike, më anti-slave dhe turke, familja e Gjëngjekës. Unë mendoj dhe intelektuali më të fortë se unë që Gjëngjeka kënë një ndër patriotat më të mëdhenj që ka pas jo vetëm veriu I Shqipërisë, po I gjithë kombi shqiptar. Nuk është e rasti që vllazërit Ivana janë për Trieshit. Edhe me ardhë deri te funi, nuk është e rasti që edhe në ushtrin çlirimtare të Kosovës për pas krahinave shqiptare kanë shkuar më shumë ti për Trieshit. Gëdjet voça. Do me thonë, na duhet me mësua mos me kenë krahinor. Duhet me thonë të vërtetën ata që kanë pa për kombin dhe për gjuhën e vetë. Pra respekt për Trieshin, respekt për malësin, respekt për kombin shqiptar. Edhe apeloj që sot djep më të fort që ka kombi shqiptar gjinë në burgun e Hagës. Liri për çlirimtarët, rëno bashkimi kombëtar, faleminderit gjithëve. Tash ti kem 2 shtete shqiptare, por unë menoj që fondi humanitar Trieshi dhe shoqata Malësia e Madhe është mirë të kërkojnë
nga autoritetet më të larta të Shqipërisë e të Kosovës që Atanas Gegaj t'i jepet titulli merituar, qoftë deri i komi, qoftë kalor si Skënderbeut ose titull tjetër që i ka Shqipëria, por është mirë që t'i transmetohet dhe t'i bëhet e ditur se ka merita për nerime, sepse këtu në Amerikë, për shembull, neri i komit e kalor Skënderbeut janë aq shumë sa nuk besoni, kurse njeri që ka punu për historinë e komin aq shumë nuk ka nderuar hala deri sot. Kaq. Po ashtu Pjetër Lucaj ka bajnë qizimet dhe do t'ja çoj drejt televizionit Bojnë, se ellata të kenë rastin të shqetësojnë këtë eveniment dhe këtë bashkim. E falenderojmë paraprakisht edhe televizionit Bojnë dhe presim se do ta publikojë këtë eveniment apo këtë akademi përkujtimore. Te kon Vasko Xhelaj apo? Edhe ky është nipi. Shumë në rregull, hajde fusio. Në gjithësi. Hajde urno. Urno Vasko, hajde. Vasko Xhelaj, pra nipi i Kod Prelux e i Prelux Xheloshit e kësaj familje që tash 2 orë po flasin për ta. Faleminderit Vasko, je i nderuar. Kjo ditë për ne ishte një ditë e madhe, mund ta quajmë edhe historike sepse përkujtuam një ndër historianët më të mëdhenj të kohës moderne të historisë së Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Këtu veç e veç në mënyrën specifike dhe eksplicite të gjithë panelistët të treguan dhe folën mbi veprimtarinë dhe aktivitetin e doktor Atanas Gegaj. Unë besoj që edhe prania këtu ishte e bollshme, ishin rreth ndoshta 70-80 veta, dhe moti ishte i vështirë, por si paraqiten edhe këtë grupi meteorologjik, por prapë se prapë o mund ta konkludoj se kjo ishte një ditë e veçantë dhe fal edhe njerëzve të pranishëm, domethënë kjo ditë u nderua në superlativ në mënyrën më të ndershme për figurën tonë dhe për birin tonë të madh të trieshit doktor Atanas Gegaj, trieshit të mbar shqiptarisë. Ju falenderoj. Po vërtet ishte një akademi përkujtimore, mund të them edhe si akademi tamam kuptimin e plot fjalës, sepse niveli i punimeve që ofruan në këtë ishte impresionues dhe shumë i mirë. Edhe prania të pranishme këtu ishte e madhe, tamam numër të lartë, edhe pse moti e koha ishte e keqe. U i përgëzoj gjithë këta dhe megjithëse ky i ka meritat e veta, ndoshta shumë pak dinë për të. Vërtet ka merita të mëdha. Jo vetëm se si autor, po edhe nuk flas vetëm se jam prej Trieshit unë, por Trieshi ka qitë ndrit figurat shumë ta kombëtare. Flas me modesti edhe për familjen time, domethënë Kol Gjoni, Ton Gjokaj, ka qenë edhe aktivist i madh i diasporës këtu, për cilët domethënë mund të flitet e ka çka flitet. Trieshi është një vend i vogël, po ka qitë njerëz me vlera të mëdha kombëtare, cilët kanë lënë gjurmë në historinë tonë. Ka vend të bëhet edhe më shumë, e duhet të bëhet edhe më shumë dhe të ndryshohet historia e këtyre personave që kanë vepruar e nuk janë të pak, si në diasporë, ashtu edhe në përbot tjetër kund, jo vetëm në Shtetet Bashkuara. Gjithashtu falenderoj edhe Pjetrin që gjithmonë është i bashkon shqiptarët këtu në lokalin e tij dhe bën shumë për diasporën e New Yorkut. Thank you.